Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po shkel kushtetutën e vendit, sistemin e drejtësisë për të mbrojtur bashkëpunëtoren e tij Belinda Balluku dhe për të mos i hequr imunitetin. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Berisha deklaroi se vendimi i PS-s kundër SPAK-ut për rastin Balluku tregon se qeveritarët sillen sikur të jenë mbi ligjin. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Vetë Partia Demokratike nga dita që SPAK solli në parlament kërkesën për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku e ka bërë të qartë se do të votojë pro, por votat e opozitës nuk bëjnë dot diferencën, saqoj që PS e vetme ka 83 mandate. Ndaj lideri i opozitës Berisha përsëriti se protesta është rruga e vetme, duke u bërë apel qytetarëve të bashkohen tubimit përpara parlamentit ditën e njëjtë në orën 10. Me datën 12, të gjithë Shqipëria para parlamentit, në një kryengritje paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi. Unë kam bindje se shqiptarët, pavarësisht nga bindjet politike, njerëzit me integritet dhe njerëz të ndershëm që jetojnë me djersët e ballit tyre, nuk do pajtohen kurrë me këtë vendim të Edi Ramës, me të cilin ai u thot se vjedhja e tyre nga qeveritarët nuk mund të ndërshkohet. Faleminderit. Seanca e së njëjtës ku do të votohet kërkesa e SPAK-ut për Belinda Ballukun pritet të jetë tensionuar, pasi opozita do të kombinojë diskutimet e deputetëve brenda seancës me protestën e mbështetësve të saj jashtë ambienteve të kuvendit.